Ditën e djeshme, drejtuesi politik i Sharkut Vlorë për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, ka zhvilluar një takim në njësinë administrative Vllahin, në bashkinë Selenic, ku ka prezantuar kandidatin për deputet Ridvan Mersinaj dhe ka paraqitur pika nga programi i Partisë Demokratike. Leskaj ka qenë i shoqëruar në këtë takim para banorëve të njësisë administrative Vllahin nga kandidati i Partisë Demokratike për Sharkun Vlorë, Atirt Hoxha, kryetari i Partisë Demokratike Selenic, Leonard Rakipaj, si dhe nga funksionarë të tjerë të Partisë Demokratike Selenic. Leskaj, krahas prezantimit të kandidatit për deputet Ridvan Mersinaj, si përfaqësues i kësaj zone, ka shprehur vlerësim për këtë të fundit, sikurse është shprehur optimist për fitoren e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në këto zgjedhje. Ai është ndalur në pika themelore të programit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ku ka theksuar pika nga programi i dhëmshurisë së Partisë Demokratike, program që do të aplikohet 100 ditët e para të qeverisjes së Partisë Demokratike, konkretisht në përcaktimin e minimumit jetik dhe pensionit minimal prej 200 euro, si masa emergjente që ka sos sistemi ekonomiko-social në vend. Leskaj është ndalur dhe tek pikat konkrete të programit të bujqësisë dhe blegtorisë, ku ka theksuar rritjen e subvencionimeve për çdo njësi fidan apo krer baktish, ku programi i Partisë Demokratike synon shtatfishimin e programit për bujqësinë si sektor i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Sipas Leskaj, largimi i 1.1 milion shqiptarëve këto vite është totalisht pasojë e keqësevërisjes së Edi Ramës dhe politikanëve të tij antikombëtar. Këto zgjedhje në radhë parë Partia Demokratike vin me një koalicion të fortë, një koalicion solid, i cili përfshin më shumë se 20 parti, një koalicion që ka nga partitë e qendrës majt të qendrës, partitë e qendrës së djathtë siç është Partia Demokratike dhe parti tradicionale historike, siç është Balli Kombëtar. Në këto zgjedhje ne kemi një program gjithëpërfshirës, një program që prek të gjitha shtresat e shoqërisë sonë dhe përpiqet dhe do të kurojë të gjitha problemet e shoqërisë. Dhe së treti, çka është e rëndësishme, ekipi i kandidatëve që prezantojnë programin dhe që do mbajnë përsipër atë barën për plotësimin, për implementimin e këtij programi. Kandidati i listës së mbyllur të Partisë Demokratike, Atirt Hoxha, është shprehur se Bashkia Selenic dhe të gjithë fshatrat e kësaj njësie administrative ka qenë jashtë çdo vëmendje nga ana e pushtetit vendor apo qendror, duke u bërë thirrje banorëve të kësaj zone të mos votojnë asnjë prej deputetëve të Partisë Socialiste, por t'i ndëshkojnë këta të fundit me votën kundër. Hoxha ka shpalosur pikat e programit të Partisë Demokratike, siç janë përcaktimi i pagës minimale 500 euro, pagës mesatare 1200 euro, ulja e çmimit të naftës, ulja e çmimit të energjisë dhe vëmendja e programit të Partisë Demokratike për fermerët. Njerëz të cilët kanë marrë votën këtu dhe nuk kanë bërë asnjë shërbim kësaj zone apo qytetarëve dhe bashkëtarëve tanë, qoftë edhe fermerit të fundit për atë subvencionin e naftës, duhet të jemi absolutisht refuzues ndaj tyre për të thënë zotrinj, keni thyer besimin me këtë zonë, me Bashkinë Selenic dhe me të gjithë banorët e Vlllahinës, sepse janë njerëz të cilët e kanë marrë votën dhe kanë shpërdoruar besimin e qytetarëve dhe bashkëtarëve tanë këtu në zonë. Partia Demokratike ka një program të cilin e ka përgatitur nga ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj. Ne kemi hartuar një program i cili dedikohet absolutisht qytetarit. I dedikohet qytetarit nga A-ja te Z-ja. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Ridvan Mersinaj, përfaqësues i Ballit Kombëtar, është prezantuar para banorëve të njësisë administrative Vllahin si pjesë e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, si dhe ka shprehur mirënjohje për organizatorët e këtij takimi. Mersinaj theksoi se të qenërit në këtë listë i nder dhe i rrit përgjegjësinë dhe angazhimin në këto zgjedhje. Unë quhem Ridvan Mersini, jam nga Çepradi Vlorës, kandidat i listave të hapura të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, jam prej Partisë së Ballit Kombëtar, njëkohësisht kandidat, po dhe kryetari i Partisë së Ballit Kombëtar. Është nder për mua që të jem pjesë e këtij koalicioni. Falënderimet e para për partinë time, po njëkohësisht dhe për Partinë Demokratike që na bëri pjesë të këtij koalicioni. Ne jemi 12 kandidatura që jemi me lista të hapura. Të 12 jemi pothuajse të barabartë ndërmjet nesh dhe gjithsekush gëzon ato virtytet e tija. Në këtë takim ka përcjellë edhe mesazhin e tij kryetari i Partisë Demokratike Selenic, Leonard Rakipaj, i cili vlerëson kandidatin dhe programin e Partisë Demokratike. Kemi zhvilluar në të gjitha dhe njësitë e tjera dhe kemi dalë për prezantimin e listës fituese të kandidatëve tanë të 11 majit dhe për prezantimin e programit Partisë Demokratike, që është një nga programet fitues deri sot në këto 33 vite demokraci.